Alhamdulillahi Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vazhdojmë të jemi me librin e Targhib o Tarhib, frikësimi dhe ose thënë më mirë inkurajimi dhe frikësimi. Dhe kemi shpjeguar pse ky libër është quajtur me këtë titull, me këto dy çështje. Dhe po të vini re vëllezër, edhe davja që Allahu subhanahu wa taala na orienton edhe në Kur'an vërtitet ndërmjet këtyre dy çështjeve: frikësim dhe përgëzim. Pra, nuk mund të bëhet çdave vetëm duke e frikësuar me xhehenemin, me dënimin dikënd, por as edhe duke e përgëzuar vetëm me xhenetin. Por të dyja. E ndonjëherë njërës mund të jepet përparësi më shumë ndaj tjetrës në varësi të gjendjes së personit. Për shembull, nëse personi vazhdon të jetë i zhytur në gjunafe, këshillohet ai prapë nuk heq dorë, atëherë më shohet më tepër tek kërcënimi, frikësimi me dënim nga Allahu. Por nëse nuk është i tillë, atëherë ecin paralel të dyja. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna 'adhabi huwa al-'adhabul alim." Apo 'adhabu shadid. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Njoftoj robërit e mi se un jam falësi i madh, mëshirbërës. Por gjithashtu tregoju se dënimi im është i fortë." Pra edhe qetësim, përgëzim me mëshirën dhe faljen e madhe të Allahut, por në të njëjtën kohë edhe frika nga dënimi i Allahut. Dhe ne jemi te tema sinqeriteti dhe thamë se autori filloi pikërisht me sinqeritetin, sepse sinqeriteti është fillimi i çdo pune, para fillimit të çdo pune, aja. Pa sinqeritet, Allahu subhanahu wa taala nuk pranon asnjë vepër të mirë, sado e bukur, sado e madhe të jetë ajo. Sado të përfitojnë njerëzit prej saj, po nuk pati sinqeritet të jetë për fytyrën e nderuar të Allahut, për të fituar kënaqësinë e tij, ajo tek Allahu haba'an manthura, hije pluhur, nuk ka asnjë vlerë. Dhe hadithi i radhës, për cilën nga Mus'ab ibn Sa'd, dhe ky nga babai i tij. Mus'ab bin Sa'd është djali i sahabit të mirënjohur, të famshëm, Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu. Dhe dietarë thonë se edhe i biri, ky që përcjell ndodhin, Mus'abi, edhe ky ishte sahab, i vogël mosh. Por babë bir sahab. Gjë shumë e bukur. Pra që je familje, apo siç ishin kohën e profetit alayhis salatu wassalam, burra, gra, fëmijë të një familje, sahab që të gjithë. Dhe ky është titulli më i lartë. Titulli më i lartë që mund të marrë një musliman nga ummeti Muhamedit alayhis salatu wassalam, sahab. Allahu na shtoft dashurinë për ta dhe na bashkoft me ta dhe i shtataroft ata që i mallkojnë sahabët e profetit alayhis salatu wassalam apo i akuzojnë ata padrejtisht, siç janë Rafidat, Shiat e Iranit e tjerë. Allahu shtataroft dhe shtetin e tyre. Thotë se një herë babai i tij Sa'di mendoi që duhet i jepej më shumë nga plaçka e luftës se sa të tjerëve, prej sahabëve të tjerë të profetit alayhis salatu wassalam. Por i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam i tha: "Innama yansurullahu hadhihi al-ummah bi da'ifiha bi da'watihim wa salatihim wa ikhlasihim." Allahu, tha profeti alayhis salatu wassalam, e ndihmon këtë ummet edhe me njerëzit e dobët, të varfër, pa përkrahje, të parëndësishëm, njerëz thjesht, me duan e tyre, me namazin e tyre dhe me ikhlasin, sinqeritetin e tyre. Ky është hadithi. Pse Sa'di radiallahu ta'ala anhu mendoi që duhet i jepej atij më shumë plaçk nga lufta, plaçka e mbetur pas luftës, se sa të tjerëve, sepse ishte i fortë në fizik. Dhe ishte luftëtar shumë i aftë, shumë i zoti. Dhe
jepte përfitime të mëdha në betejë. Ndikonte fort në betejë për fitoren e muslimanëve, me aftësi që i kishte dhënë Allahu. Dhe Siria do mendoj se duhet të ketë më shumë se sa të tjerët. Sepse edhe kontributi i tij është më i madh se sa të tjerët. Shumë mendoj që kontributi është vetëm në aspektin fizik, i fortë, i fuqishëm, fuqinë e tij e konkretizoi duke ndihmuar fenë e Allahut. Prandaj mendoj, por profeti alayhis salatu selam e orientoi tek një tjetër forcë e fshehtë, por edhe ajo është e fuqishme, edhe pse rrjedh nga njerëz të dobët. Edhe pse rrjedh nga njerëz të dobët. Duke i treguar Saadit dhe njëkohësisht mbar ummetit, duke na dhënë një mësim të gjithëve se muslimani nuk bën ta nënçmoj muslimanin tjetër që mund të jetë i dobët në shëndetin e tij, apo i varfër në pasurinë e tij, apo i parëndësishëm në pozitën e tij. Por ndodh që Allahu me të tillë njerëz ngren dhe mbron fenë e tij, si me duan që bëjnë ata, me namazin që falin ata, me sinqeritetin që kanë ata për Allahun. Pse? Sepse njerëzit e tillë, duke mos pasur shumë gjëra në dynjaja, edhe zemrat i kanë më të pastra. I kanë më të pastra. Nuk lartmon shumë nga dynjaja, nuk ka tepër preokupim nga dynjaja. Imagjinoni një musliman, dhe kjo është për gjithë, sepse ka dhe musliman të pasur shumë të mirë, që mund të jenë më të mirë dhe se disa të varfër, por që ka angazhime, ka biznese, ka tjerë i rri me atë. Kurse i varfër s'ka gjë, alhamdulillah, handu në rizmun që ti ishte për sot, edhe fillon e falet. Përkushtohet, përqendrohet në atë adhurimin e tij. E lutë Allah me sinqeritet, e fal namazin me përkushtim, bën dua me përgjërim. Pse? Sepse ai s'ka tjetër veç Allahut. Vetë është i sëmur, të afërm, të rëndësishëm me pozitë nuk ka, miq të tillë nuk ka, njerëz që t'i ofrojnë ndihmë për ta ngritur nuk ka, ai ka vetëm Allahun. Prandaj nuk e lidh zemrën, apo zemra e tij nuk randon tek askënd, vetëm tek Allahu. Pra ka më thjesht për të qenë i sinqert me Allahun dhe i përkushtuar në adhurimin e tij. Dhe pikërisht për këto vlera, Allahu subhanahu wa taala tha profeti alayhis salatu wasallam e ndihmon të ummet. Në një hadith profeti alayhis salatu wasallam thot: "Innama turzaquna tunsaruna bi du'afaikum abghuni du'afaikum." Thot, ju furnizoheni dhe ndihmoheni për shkak të dobëtve në mesin tuaj. Prandaj mi sillni ata. Mi sillni ata. Për muslimani nuk duhet ta nënçmoj muslimanin. Se ndoshta duaja e tij që mund thotë, "O Allah, ndihmoj muslimanët." Mund të jetë shumë herë më e sinqert, më e pranuar tek Allahu se sa duaja e një xhamati të tërë. Se sa duaja e një xhamati të tërë. Dhe dietarët kanë thënë se shtyllat për të korrur fitore, për të arritur fitore, janë 6. E para, adhurim me përkushtim, me përgjërim, me sinqeritet. E dyta, fuqi mbrojtëse. Pra duhet edhe aspekti material. Duhet edhe aspekti material. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum. Thot Allah subhanahu wa taala, përgatituni. Ai sa keni mundësi për armatimeve, për kuajve. Këto kanë qenë mjetet e luftës natyrore. Sot mjetet që janë me qëllim që të terrorizoni, të fusni frikën, panikun armikut tuaj. Armikut tuaj. Pra kemi urdhër për të marrë sebepet, dhe profeti alayhis salam nuk nisej në luftë pa armë. Nuk nisej në luftë pa armë, por vetë visht ato mbrojtësit, bante mburojen, luftonte e tjerë. E treta, prijes që i binden njerëzit dhe dëgjojnë atë. E katra, diturie dobishme. Pra një ummet
nuk mund të eci përpara, po nuk pati koka. Jo vetëm në aspektin fetar, në fushën e fesë, por edhe në teknologji, në mjetësi, në shkencë, në ushtri, në ekonomi, të jenë mjeshtra, koka. Kjo është dituri e dobishme. E pesta, këshilla për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Pra shihni çfarë roli të rëndësishëm ka. Dhe e gjashta, xhamat apo shoqëri me unitet. Një shoqëri që është e përçarë nuk ka dot fitore. Por duhet patjetër unitet. Hadithi tjetër që mos vënohemi, thot profeti alayhi salatu wassalam, inna Allah tabaraka wa taala yaqul ana khayru sharik faman ashraka ma'i sharikan fahuwa li shariki ya ayuha an-nas akhlisu a'malakum fa inna Allah tabaraka wa taala la yaqbal min al-a'mal illa ma khalasa lahu ولا تقولوا هذا لله هذه لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء ولا تقولوا هذه لله ولوجوهكم فإنها لوجوهكم وليس لله منها شيء. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam në këtë hadith qudsi, me të vërtetë Allahu i lartësuar dhe i madhëruar thot, unë jam ortaku më i mirë. Pra kur i shoqërojnë Allahut ortak, nga ata 2, nga ata 3 apo më shumë sa i shoqërojnë Allahut, pa dyshim që Allahu është më i miri. Vetëm Allahu është i miri dhe që e meriton vetëqimin. Nuk mund të bëhet barabartë, si shumë betashin, shenjtorët tonë janë barabartë me Zotin, thonë. Fjalët dalin nga gojët e tyre. I dhujtar. Kush më shoqëron mua, thot Allahu, me dikë tjetër, atëherë ai veprim i takon atij që më ka bërë shok. Pra bëri dua apo fali namazin, e pati niyetin edhe për Allah, edhe për dikën tjetër. Si për dikën tjetër? Po, ria, syefajsi. Do namazin ta fali edhe për Allah, por edhe njerëzit ta lavdërojnë sa bukur, sa mirë, sa gjatë, falet e tjerë. Allah nuk pranon asgjë për ti namazin, sepse s'ka sinqeritet. Do ta shpjegojmë. O njerëz, bëjini veprat tuaja të sinqerta për Allahun, sepse Allahu i lartësuar nuk pranon nga veprat përveç asaj që është bërë vetëm për të. Mos thoni kjo është për Allahun dhe për farefisin, sepse ajo është për farefisin dhe Allahu nuk ka asgjë prej saj. Dhe mos thoni kjo është për Allahun dhe për fytyrat tuaja, sepse ajo është për fytyrat tuaja dhe Allahu nuk ka asgjë prej saj. Cili është kuptimi i hadithit? Në këtë hadith, profeti alayhi salatu wassalam na tregon neve rëndësinë e sinqeritetit. Dhe se Allahu i lartësuar ka thënë se kush më shoqëron mua në adhurim, në ndonjë adhurim, dikën tjetër, unë nuk e pranoj fare atë adhurim. Nuk e pranoj fare atë adhurim. Dha sadaka, do t'japi edhe për Allahun sadaka, por edhe që ta shohin njerëzit dhe ta majnë ngroj si njëri bujar, i mirë. Prandaj kur jep sadakan thot atij që do japi, o filan, hajde t'japi gjahajt, që ta ngjojnë tjerët. Apo si bëhet sot Allahu na ruaj fitnë e madhe me rrjetet sociale. Foto duke u fal, foto duke bërë dua, foto në Qabe, foto në Medinë, foto duke marrë abdes, foto duke lexuar Kur'an. Vëllai, janë një gjë vetëm për Allahun që ta di vetëm Allahu dhe s'kush tjetër. Ç'është punë kështu? Subhanallah. Që ndërkohë që po të kujtojmë atë frikën e niyetit, sinqeritetit që kishin selefët, e fshinin adhurimin edhe nga gruaja dhe fëmijët e tyre, dilte nga buka, nga shtëpia me bukë, nuk i tregonte që agjeronte, bukën e jepte fukarajt dhe kthehej në shtëpi sikur ishte ngrënë. Falte namaznate, hypten tarat shtëpisë që mos e shifshin familjarët që falte namaznate.
Sinqeritet për Allahun. Sot foto në xhami, foto këtu, foto aty, subhanallah. Dhe herë vllai gjana, aty gjana për Allah. Subhanallah. Është e frikshme, kjo situatë vallahi është e frikshme sepse ka të bëjë me sinqeritetin. Ka të bëjë me sinqeritetin. Sa siguri mund të japim vetes që jemi të sinqert në këto reklamime të adhurimeve që bëjmë. Ndërkohë dietarët kanë thënë se e përmend si shembull me që më kujtu, e përmend Ibn Hajar te Fathul Bari, thotë se dietarët kanë thënë ai që bën një xhami dhe i vet xhamin emrin e tij si pranohet. Ndërkohë që shumica xhamiave kur bën donator marrin emrin e donatorit. Ja ve donatorit dhe bën xhami po dhe i vesh emrin tim. Ndryshe është për shembull kur e bën biri dhe i ve emrin e babës. Baba ka vdekur. E bën për shpirtin, ndryshe është se baba i mbyll hesapet. Ama duri qenë gjallë dhe i vesh emrin e xhamisë time, dhe xhamisë i vesh emrin tim etj. Nuk shkon kjo punë. Nuk i pranohet thonë. Allahu na rujt. Dhe shihni si thot Allahu subhanahu wa taala. Prandaj thotë ai që bën diçka dhe më shoqëron mua në të, ajo është për atë tjetrin, jo për mua, thotë Allahu, nuk kam nevojë për të. Dhe Allahu nuk ka nevojë as për veprën e sinqertë. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Unë nuk kërkoj për tyre furnizim, nuk kërkoj për tyre të më ushqejnë, por Allah është furnizuesi i plot fuqishmi, fuqi i madhi. Ka nevojë Allah subhanahu wa taala. Në një hadith kutsi Allahu azza wa jall thot: "O robërit e mi, sikur i parë i fundit në ju të veproni vepra të mira, kjo nuk më shton asgjë mua. Dhe të gjithë ju të veproni vepra të këqija, kjo nuk pason asgjë nga unë." Ai që përfiton nga adhurimi i Allahut është vetë adhuruesi. Dhe ai që dëmtohet nga kundërshtimi i Allahut është vetë gjunafçari. Allah subhanahu wa taala është i përsosur. Nuk ka nevojë që ne ta adhurojmë. Ka nevojë që ne t'i bindemi. Por do që të adhurohet, sepse e meriton. Është Zoti, është krijuesi, është mbreti, sunduesi, plot fuqishmi, i pathyeshmi, nënshtruesi. Prandaj do Allah subhanahu wa taala. Dhe kjo dëshira e Allahut është më së drejtë. Sepse e meriton i gjithë pushtetshmi. Dhe thot Allah subhanahu wa taala, prandaj thot: o njerëz, bëni veprat tuaja të sinqerta për Allah, sepse Allahu i lartësuar nuk pranon nga veprat përveç asaj që është bërë vetëm për të. Mos thoni kjo është për Allahun dhe për farefisin, sepse ajo është për farefisin dhe Allahu nuk ka asgjë prej saj. Si ta kuptojmë të? Kjo ka shtjellim. Për shembull, sadakan. Dikush do t'japi sadaka për Allahun një të afërmi. Një të afërmi. Nëse sadakan që në fillim e ka vetëm për Allahun në jeti, dhe ja jep të afërmve, sepse është detyrë që të mbahen lidhjet me të afërmit dhe të tregohet bamirësi ndaj të afërmve, tu është në rregull. Njeti i tij është i sinqertë dhe i pranuar nga Allahu subhanahu wa taala. Por nëse sadakan e jep për Allahun, por në të njëjtën kohë do ja jap edhe me qërtojnë për tyre me që janë të afërmit e mi, këtu vepra nuk asgjësohet, pra as nuk është e sinqert plotësisht. Në ndryshim nga rasti i parë, por ka mangësi në shpërblim. Pse nuk asgjësohet? Sepse niyeti është për Allahun. Por dëshiroj edhe çështje dynjaje, cila është të afërmit, ta kemi mirë me të afërmit. Dhe duke qenë se indicia ishte kënaqësia e Allahut dhe kjo çështje e dynjas, pra me që ta kemi mirë për shkak të afërmit e mi, është pasuese, nuk është ai niyeti, nuk është që në fillim të niyetit, që në embrion të niyetit, nuk asgjësohet vepra. Por ka mundësi në shpërblim, sepse hyri një çështje dynjaje. Dërsa, rasti i tretë, që është edhe më i rrezikshëm, nëse sadakan e jep për Allahun,
Por edhe që ta lavdëroj farefisi. Fëmijëra vetëm filani. Ai çdo Ramazan do na shohin dhe. Këtë do të. Ose për shembull, me mënyrat e sotme, shton të afërmit e tij, do që të japi sadaka për hir të Allahut, por edhe ta lavdërojnë. Ta lavdëroj fisi, ti ty më i miri fisi. Dhe çava? Tak. Foto. Në shtëpinë e Xhaxhait duke sjell disa ushqime. Apo sot pata kënaqësinë të jem me të afërmit e mi, duke ngrënë nga ajo që i solla unë. Pse e përmendën që ta lavdërojnë njerëzit? Këtu ka syefajsi, rija, kjo nuk pranohet nga Allahu i përsosur. Allahu Azza wa Jall nuk e pëlqen, nuk e vlerëson dhe as nuk e shpërblen një punë të tillë, një vepër të tillë, por e azgjëson. Subhanallahu, çfarë dështimi. Nuk ka dështim më të madh se ky. Shpenzon nga pasuria jote dhe jo vetëm që s'merr sevape, por ngarkohesh me gjunafe, sepse të bërë syefajsi. Të bërë syefajsi. Bën adhurime, do të ja përmend tjerëve, pse duhet t'ja përmendim tjerëve adhurimet tona? Ba, e ke ti me Allahun. A ke për Allahun? Mjafton që Allahu e di, lër atë punë. Çif atë punë. Mjafton që Allahu subhanahu wa taala di, saqë ka pas nga brezat e mëparshëm njerëz që u pranoi duaja. Nga sinqeriteti, adhurimi i madh, mendimi i mirë për Allahun, shpresat e Allahut, u pranoi duaja. Dhe kur mësonte që njerëz të tjerë ishin marrë vesh, ikte nga ai qytet dhe s'dije ku kishte ikë. Ikte. Subhanallah. Që njerëz që sinqeriteti me Allahun Azza wa Jalla. Lexojmë dhe një hadith shkurtimisht i fundit i faqes, në mënyrë që ta kemi kollaj njerëz tjetër. Për cilën nga Abu Umame al-Bahili radhiyallahu ta'ala anhu, sahabi i nderuar profetit alayhis salatu wassalam, se një person vjen te i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "O i dërguari i Allahut, çfarë mendon për një person i cili lufton që të marrë shpërblim, por edhe të përmendet?" Ta bajnë herat popullit pastaj. Marrë shpërblim nga Allahu, por ka qejf që edhe ta përmendin, ti bëjnë një këngë për shembull, ti bëjnë një tregim librat e shkollës për shembull, filani. Ti veni rrugë emrin e tij, shkollë emrin e tij, ka qejf edhe këtë. Tha profeti sallallahu alaihi wasallam, la shay'in lahu, s'ka asgjë për të. Personi e përsëriti pyetjen 3 herë dhe 3 herë profeti alayhi salatu wasallam i tha të njëjtën përgjigje dhe pastaj tha, pra që s'ka asgjë për të, inna Allaha azza wa jalla la yaqbalu min al-amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Allahu i lartësuar nuk pranon nga veprat asgjë përveç asaj që ishte sinqert për të dhe të kërkohej fytyra e tij. Pra shikimi i fytyrës së Allahut. Dhe në cilësitë e Zotit tonë është që ka fytyrë. Ka fytyrë, siç ka duar. Por fytyra dhe duart nuk janë të njëjta apo të ngjashme si të krijesave. Dhe disa njerëz nga frika se mos përngjasonin Allahun e i mohuan këto cilësi. Atëherë mohohet edhe cilësinë e dëgjimit, mohohet edhe cilësinë e shikimit, mohohet edhe cilësinë e fuqisë, bujarisë. Se dhe këto i kanë krijesat. Atëherë zhveshëm Allahun nga krijesat. Çan dieli? Asgjë, sepse vetëm asgjë s'ka cilësi, s'ka emra, siç janë ekstremistët e xehmijeve. Ekstremistët e xehmijet adhurojnë inexistenten, atë që nuk ekziston. I heqin çdo emër, çdo cilësi Allahut, dhe në fund çan dal? Asgjë. Ne i besojmë çdo emër të Allahut, çdo cilësi të Allahut që vjen në Kur'an dhe Sunet, ne e besojmë Sunetin e saktë. E besojmë pa pit gajle, pa pit vështirësie për ta pranuar. Pse? Siç themi që Allahu dëgjon dhe dëgjimi i tij nuk ngjan si krijesat, që Allahu shikon dhe shikimi i tij nuk ngjan si krijesat. Njëjtë edhe cilësia e fytyrës së Allahut. Ka fytyrë por jo si krijesave. Ka duar por jo si krijesave. O kilta yedehi yamin, dhe të dyja duart e tij janë të djata.
Lima khalaqtu bi yadej, kur i tha Iblisi pse unë i bien sejdë atij që krijova me 2 duart e mia, pra ka 2 duar i madhërishmi. Por çdo thotë që janë si 2 duart e krijesave, e njerëzve, sepse edhe ndërmjet krijesave duart kanë ndryshim. Nga njeriu të kafshën nga njëra tjetra, e jo më ndërmjet krijuesit dhe krijesës. Nëse kemi hezitim, dyshim, ti pranojmë cilësi tilla, i pranojmë bindshëm valla, me lehtësi më të madhe, sepse bëhet fjalë për të madhërishmin, për të plot pushtetshmin. Çfarë tha profeti alayhis salam për të tillin? La shaylahu. Pra ky person kërkon të bëjë sakrificë të madhe, të luftojë në rrugt të Allahut që mund të vritet. Dhe e qartë në jetë për hir të Allahut. Por ky nijet njëkohësisht përzihet me një tjetër nijet, që në fillim përzihet. Nuk futet mbrapa, por që në fillim, që në piknisje, cili është të lavdërohet. Thonë njerëzit sa trim filani, e tjerë. La shejle, s'ka asgjë për të. Humbi. Dhe në fund, tha profeti alayhis salam që Allah subhanahu wa taala pranon veprën e mirë. Tema ka dhe hadithet e tjera, lutim Allahun azza wa jall të pastrojë jetën tona, të na ruajë nga syfajsia, riaja, sum'a, pra dëshira për të dëgjuar. Wa subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.